Edhe pse përkundër kësaj që ti e tha hushte, që aty diçka nuk më duk bash... Vërtet kjo është, do më thonë, kjo është që thash që trajneri u doshtë me ndërhy aty, sidomos për Bunjakun që pëthu, lojnë atila shumë me rëndësi mbrojtja, shumë me rëndësi. Nuk mund është ti me kry lojnë me 3 po 1, sepse është e pa mundshme. Edhe unë mendoj, ka njëherë, adin po mendoj kështu që trajneri dhe s'pe njeh lojtarët si duhet. S'pe din kapacitetin e lojtari. Altinin e ka qitë out, trajneri e ka qitë out. A i djallë, Mësaroni, a i ka bukë kampion bashkimin para sa vjetë dhe në Prizren. Në thonë 2019, më zga bukë. 2018. Aja dhe të Mushiqi, që sot është kundër shtarë. Shti harojmë, adin se ata i kanë kalu dësa, në kështu që duhet me nxjerë kapacitetin e këtë lojtarëve, nuk do me thonë që veç me Amerikan fitohet titulli. Nuk do me thonë, ata janë... Realisht nuk fitohet, pasi Trepqa është shembulli më i mirë i kësaj, sepse gjithmonë, kur duhet mas shumë të jeshojmë Drilonin dhe të Mushiqin të dalin skenë. Unë po menoj që bashkimit i mungon një lider nga lojtarët vendor në ekip, ku Trepqa e ka për shumë, dhe ka Drilonin që është lider i vendorve dhe mirë po edhe të hujt kanë respekt për Drilonin. Të bashkimi nuk ka lider... Falë që për të ndërhy se haroj, lider duhet me pas, po trajneri duhet me besu që ati liderit. Që si beson aty e mon bangë edhe rindë me thonë, i urej këto që vinë pisjashtit edhe ndikohen pisjashtit kush me luqa me luqa. Dhe me thonë, për andaj për them, treneri nuk është ka i një mirë lejtar. Treneri bashkimit nuk i ka njohë ekipën bashkëmirë, edhe kanë ardhe që po thute kanë ndiku prej njerëzve që thojnë kjo është lider, kjo është asi, edhe fakti se edhe... Kush kishte me qenë të ti si mas të në bashkim? Altini, Valoni? Altini, Valoni e ki 2 fundorët më të mirë në Ligën e Kosovës për momentin, në një skuadër. Ti ata duhesh me u gjetë momentet kur me lutë. Nuk ka asë një skuadër lojtarë më të mirë fundor në Ligë Kosovës. Po flasën pozitat që lujnë. Driloni është pozit tjetër, a ju kryu si lider, a si junior e kështu, dhe më thonë, s'ka diskutim për ato, po në anën tjetër duhet edhe me besu. Edhe treneri, edhe kryesia, edhe krejtë, në kam po besojmë. A në qofë se i beson, edhe dështon atër në falë. Te këtë kapela, apo si të dhemi... Po dhe treneri ka kry detyrën edhe. Këtë mundet me lujtë rol edhe eksperienca e Beqiragiqi, që është që 5 vitet e fundit, dhe më thonë, e nxë ligën, e nxë mentalitetin, e nxë krejtë, kurse këtë treneri bashkimit kardi ri, edhe i ka fitu 12 trofe. Edhe i ka fitu gjithë trofet, mirë po edhe e nxë lojtarët, faktikisht. I një edhe të vetë, i një edhe kundërshtarë që shmi qitë prej sisteme.